Aktoreja e njohur shqiptare Olta Gixhari ka ndarë me ndjekësit e saj një detaj të rrallë nga jeta e saj personale, duke folur për marrëdhënien me bashkëshortin Dorin. Gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit në rrjetet sociale, Olta ju përgjigj disa pyetjeve, ndërsa njëra prej tyre kishte të bënte me historinë e saj të dashurisë dhe jetën në çift. E pyetur se si do ta përshkruante marrëdhënien me partnerin, aktoreja u përgjigj shkurt, por me shumë domethënie: "Kam pasur fat." Me këtë përgjigje, Olta la të kuptohet se konsideron veten me fat për partnerin që ka në krah dhe familjen që ka ndërtuar së bashku. Prej vitesh, aktoreja ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, megjithatë her pas here ndan me ndjekësit momente nga përditshmëria dhe familja e saj. Olta dhe Dori janë prindër të 2 djemve, ndërsa së fundmi aktoreja po i kushton më shumë kohë familjes, duke qëndruar larg projekteve televizive. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.